është bërë darga e fund vitit me diplomatët. Po. Edhe në tavolinën kryesore, sigurisht që mungonin një pjesë e mire e aleatëve strategjik, dhe ishin dhe vendet e gjirit. Dhe Batuta Xhiu ngrihet dhe tallet me ata që kanë injektuar në Shqipëri gjak demokracie. Edhe thot, unë e ngrë këtë dolli, thot, për Tryezën. Ishin vendet e gjirit në respekt të tyre, sigurisht. Se vetëm këta na ndihmojnë pa kërkuar asgjë mbrapsh. Çat ka kërkuar ty Britania? Çat ka kërkuar ty Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Çat kanë kërkuar? Çat ka kërkuar ty Komisioni Evropian? Çat ka kërkuar? Të ka kërkuar të mos jesh narkotrafikant, të lejosh parlamentin, të funksionoj lirë, jo të ta bësh leck Niko Peleshin, që e ka bërë si parlamenti i Kongos para vitesh e vitesh. Të pastrosh policin, të mos merresh me ato që merresh, të luftosh kartelet, të ndihmosh ekonominë, jo në vazhdimsi deformimi i ekonomisë deri në gjunjëzim të genit ekonomik të Shqipërisë edhe të zhdukjes së klasës së mesme. Këto të kanë kërkuar ty aleatët tanë. Mos të ekzistojë, të pastrohet Shqipëria.